Ngjarje tragjike, vllai i Gjestit ndëron jetë në aksident me motor. Një aksident i rënd trafiku ka ndodhur së fundmi në afërsi të fshatit Qungur në komunën e Pejës, ku përpasoj ka humbur jetën një person dhe një tjetër është plagosur rënd. Viktima dyshohet të jetë Eldion Kelmendi, vllai i reperit të njohur nga Peja Gjesti. Sipas burimeve nga fshati Treboviq, ku edhe jeton familja e viktimës, Eldioni ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes sipas përplasjes së rënd, po ashtu është raportuar se një tjetër banor i fshatit është lënduar rënd dhe aktualisht ndodhet në trajtim në spitalin e Pejës. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, ndërsa familja Kelmendi nga Pavlani po përballet me një humbje të madhe. Banorët e zonës kanë shprehur ngushëllimet e tyre dhe kanë kërkuar që të zbardhen sa më parë thanat e këtij aksidenti të rënd. Policia ende nuk ka dhënë një komunikat zyrtare për shkaqet e aksidentit, ndërsa hetimet janë ende në vijim.